Çfarë po ndodh aty Alban? Është flamuri më i bukur në botë. Ja pankartat më të bukura në botë. Tu është Shqipëria. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve anë banë që sot janë ngritur në protest për të drejtat e tyre. Mos ki frikë, nuk jam doktor. Jam mësues që kam dalë në kratë nxënësve të mi aty. Jam mësues historie që sot unë nuk mund të shpjegoj në klasë. Sot klasa është këtu. Sot auditori është këtu. Prandaj i bëj thirrje të gjithë kolegëve të mi. Mjaft u ankuat në përsalla, mjaft u ankuat për sistemin arsimor. Dilni në kratë të nxënësve tuaj dhe bëni misionin tuaj. Jeni shembull për ta dhe mos u ankoni më, por arrini të paktën minimumin si ata. Unë nuk jam prind dhe nuk e kam krijuar ende familjen time. Por sot jam prindi më i lumtur në botë. Jam prindi dytë që kam nxënësit e mi diku i kam parë që kam dalë dhe unë sot jam krenar për ata nxënës që bashkë me prindrit e tyre po i tregojnë gjithë botës se Shqipëria nuk shitet, se Shqipëria nuk është e tradhtarëve, por është e shqiptarëve. Kam një mesazh për politikën e Katovicës, me që se jam mësues historie, dhe për palët e sytë e bardha, kush ka bërë mësim me mua e di se që janë. Unë jam agent iranian, grek, serb, por mësoj dhënët shqiptar të bëhe agent të Shqipëri. Do leqe. Largoni nga rruga, sepse ky popull është zgjuar dhe ka krisur kontratën e partesyve të bardha. Më me tradhtar që punojnë për interesat e armiqve të këtij vendi të bekuar nga Zoti. Në 16 korrikën 2011-ës, doli për të luajtur me shokët e tij dhe nuk u kthye më. 15 vite mungesë, 15 vite pritje. Për këtu nuk jam vetëm për Mateon, jam dhe për Leona Matën, jam dhe për Ilja Çelën, jam për çdo fëmijë të humbur. Sot jam këtu për çdo nënt shqiptare që u fle dhe zgjohet me një pyetje: ku është fëmia im? Vite pa përgjigje dhe sot jemi njësoj si dita e parë. Dosja kalon nga zyra në zyrë, nga institucioni në institucion, asgjë përgjigje nga institucione shqiptare. Dhe për median është historia e radhës për të marrë disa klikime, duke humbur pushtetin e saj të katërt, për të kërkuar transparent, për të kërkuar llogaridhënie këtyre institucioneve që nuk kërkojnë. A dini se fuqia një shteti të matet, se si i drejton, ata më të panë mbrojtur. Po ata më të panë mbrojtur se një fëmijë. Bravo! Mos ta e zeshi mirë. Mos ta e zeshi mirë. Ne kërkojmë institucione që nuk reshin së kërkuari. Ne kërkojmë media që jo të flasim, po kërkojmë llogari, kërkojmë përgjegjësi. Sepse një fëmijë nuk është një dosje, fëmia nuk është një statistik, fëmia
më qytetarit, është koha që sionë shqiptarit i kthehen Shqipërisë dhe shqiptarisë. Prandaj, sot, nesër, çdo ditë edhe më shumë, për të kërkuar të drejtat tona, për të kërkuar fëmijët tanë. Sot, nesër dhe çdo ditë, për Mateon, për Leona Matën, për Julian Gjellën, për çdo fëmijë të humbur. Ne kërkojmë drejtësi, duam drejtësi, duam të vërtetën. Duam drejtësi, duam drejtësi. Sa jemi këtu, duhet të mbledhemi dhe 10 herë më shumë, dhe 100 herë më shumë, se Shqipëria nuk është e këtyre, as e Berishanëve, as e Romovićve, të dashur shqiptar. Ne jemi një këmb i pathyer, por kjo protest do vazhdoj dhe do ta shembim si në dorën e njëshin, babain tim me zuri diktatura dhe mua po më zen, do vinë dhe fëmijët mi dhe kështu të vazhdojmë ne. Jo, të dashur shqiptar, përpara, sa jemi mbledhur këtu, deri nga atje në bulevardin, dhe duhet të blokojmë cep Shqipërisë, nga Kosova, Maqedonia, deri në kufit në Serbinë, duhet të mbledhemi ta shemi këtë diktaturë, sa është më e poshtër se 45-a. Dajat e mi i tërhoqit zvar regjimi komunist, prandaj nuk jam këtu për të hedhur zvar mua, për të treguar tyne 140 hajnave që jam mbledhur këtu. Jam mbledhur sa u kushton kostumi, sa u kushton gjaketa, që dalin dhe na bëjnë si njerëz të thjeshtë, dërkojnë në vende luksoze, dhe ne, ato që po ndërton ai, nuk kemi drejt ta shkelim ne, se Kosova e nesër Shqipëri është 400.000 lekë vjetra! Nuk jemi këtu për të na shkelur një grusht hajnash, një grusht hajdutash, një grusht i ndyrë, për të dashur shqiptar, sa jemi mbledhur këtu, duhet 100 fish që Shqipëria të bajë përpara, se ne bëjmë organizatorë ultime për të ardhur këtu, dhe një për të shkelur këto, për të përdoj nga Shqipëria, për të thënë mund shkelmin, nga 10 milion shqiptarë që jemi, na kanë paksuar, kanë bajtur vetëm njerëzit e vetë, vetëm ato që i intereson këti. Ti që a i ishte në vitet 90 që usilte rrugëve të Parisit, po gjë për na e kthen ne si Kosur. Por a i kishtë të thënë pa prerë. A i ishte një palacho, nuk duhet të ofendoj, nuk duhet të rfyej, por ka ardhur hund në vajtë të hundur që s'ban ma. 35 vjetë diktatur, pra po vazhdoj me diktatur. Njëri andej thot bëjmë kështu, tjetri thot bëjmë kështu, por bëllë popull i dashur, bëllë popull i dashur, qani në kam, qani për një Shqipëri tirë, qani për aksizën, qani për shumë qana, se Shqipëria mas 4 vitesh, Shqipëria të ngellet 500.000. Gjofta se ne vazhdojmë të rinë në hundët e këtyre, nuk është e drejtë popull i dashur, të dashur miq, të reja dhe të ri, po ju bëj thirrje, vi organizator larg për të mbledhur këtu, jo ju që rrini për kafene, dini protestoni për fëmijët tuaj, për vllezërit tuaj, motrat tuaj, taksa, se këtu jena bërë, jena kena ngelur në hundët e këtyre, çfarë thonë këto do bëjmë ne, çfarë thonë këto do bëjmë ne, kena marrë të gjithë rrugët e Europës, pa përjashtim, çdo prindër i ka 2 fëmijë në Europë, si goca dhe çuna, të dashur jo bëj thirrje edhe një herë, lëri lokalet e shtrejta, lëri sekreti vim lokalet e shtrejta, por prindërit ta nuk kanë bukë të hajnë, e kuptoni se çfarë po ndodh në Shqipëri, prandaj to janë me kostume milione euro me prona e resorte dhe nafta 2.000 lekë Shqipëri, kur ne e prodhojmë vetë, gjithçka tu është një hajnë i vërtet, hajdutat e Shqipërisë nuk dua që ta shkelin me kam, se ne ja popull i fort. Unë vi nga vendi i mbretit, dhe mbreti nuk është shkel, unë vi nga vendi i Gjeç Kastriot Skënderbeut, dhe nuk ta shkelin këto, nuk ta shkelin këto që plenë diploma falso, dhe vje bëjnë deputet dhe ministra, të dashur shqiptar. Ju bëj thirrje edhe një herë,
nga Kosova, diaspora, nga Shqipëria e mesme, nga veriu, nga jugu, të ndihemi gjithësisht dhe për një revolucion, një kaos, dhe kryeministrisë, dhe të ndjerin të zvogave nga parlamenti, sepse po mbajnë karikën si njëri, si tjetri, për të na shkelur në me kam, njëri se vërdon deri kur të vdesi, tjetri thot deri kur t'ikun, po çfarë jemi ne këtu e vëlla? Çfarë të bëjmë ne? Çfarë të bëjmë, ku do jetojmë, si do hajmë? Të rrim rrugët e Europës, ne dhe fëmijët tonë, pa valor tonë, na i nxorë jashtë, kam daja që në mi ka shkelur me kam regjimi komunizmi, ka tërhequr çfarë për bulevarde. Pjesës Shqipëria e re, sidomos kur ajo vjen e thënë në gojën e fëmijëve, sepse ndryshe nga Shqipëria e vjetër, ku na u desh të përqafonim thuajse dhunshëm, shprehjen janë shpërndar si zogj të qyqes, dhe se Shqipëria nuk bëhet dhe shqiptarët nuk bëhen, edhe kur shkuan në emigrim shqiptarëve u desh të vërtetonin gjithë botës që nuk janë të gjithë kriminela dhe duhet punonin 2 fish më fort se të tjerët për të vërtetuar që janë të ndershëm, që mund të bëjnë shkencëtar, që mund të bëjnë mjek, që mund të bëjnë akademik. E që mund na përfaqësojnë të insisht kudo që ndodhen. Ndërkohë edhe ne mësuam shumë nga ky shembull, po me sa duket u desh një protestë e tillë që ta kuptonin se ne nuk jemi zogj qyqesh, po jemi flamingo. U përpoq Rama e establishmenti vjetër të na bënin të dukeshim sikur jemi më pak, por në fakt a nuk është e qartë që ne vazhdojmë të jenë bashkuar ashtu si tufa e flamingove dhe se fluturojmë lart ashtu si shqiponjat. Dhe po patjetër i kuptoj sentimentet për ta lidhur këtë protestë edhe me armët kimike, edhe me protestën e studentëve, edhe me protestën e Zallgjoçaj, edhe me protestën kundër privatizimeve, sepse janë shumë të pakta fitoret tona për të organizuar përtej mitingjeve partjake. Ama këto fitore na kanë bërë kuptojmë që nuk jemi vetëm dhe se fuqia mobilizuese është e madhe. Ashtu na tregonte historia. Askund nuk e kam parë të artikulohet një zëri si në këtë protestë që na duhet një revolucion, dhe ky është revolucioni i flamingove, revolucioni që na bën bashk. Ashtu edhe historia ka treguar që ne nuk jemi të vetmët. Në 91-shin, revolucioni i këngës i ka bërë Estonin, Lituanin dhe Letonin të fitojnë pavarësinë. Shumë njerëz që këndonin në kor arritën që të përmbysnin regjime të tëra. E njëjta ka ndodhur edhe në Çekoslovakinë e vitit 89 në revolucionin e Katifejt, ku shumë njerëz kanë vërtitur çelësat për t'i treguar që ora juaj ka mbaruar. Prandaj dhe neve na duhet bëhemi kreativ përballë një showmeni dhe një autokrati që duket që nuk po na e bën as pak të lehtë. Prandaj dhe ne duhet i lëm vend këngës, pankartave edhe më të bukura që kanë ardhur, këndëve për fëmijë e shumë aktiviteteve të tjera që do na bëjnë që qendresa jonë të jetë sa më diverse dhe që më në fund të arrijmë qëllimin. Rama të tërhiqet, koha juaj ka mbaruar. Revolucioni i flamingove është këtu, nesër dhe më shumë deri në dorëzim. Shqipëri e re! Shqipëri e re! Shqipëri e re! Ju lutem, jo flakadant, ju lutem. Kemi grashtë të canë këtu me snesh, njerëz me asma, ju lutem, jo flakadant. Hera fundit që paralajmëroni për këtë gjë.
Ndryshe do futeni të lista e patronazhistave kush provokon me fjakatar. Mbajeni mend, teknologjia ju identifikon që secilin, mos bëjni provokime. Qytetarë të lirë të këtij vendi, të lashtë, por të trahtuar nga politika e këtij vendi. Nuk kemi ardhur këtu për zhurmë, por të zgjuar një ndërgjegje që është vënë në gjumë me premtime të vjetra dhe shpresa të reja të thyera. Sot, fjala nuk është luks. Sot, fjala është detyrim. Ne nuk kërkojmë mëshirë nga pushteti. Ne kërkojmë respekt për njeriun. Ne nuk kërkojmë të dëgjojmë si e hone boshatisur, por si zë që ka pesh në shtetin e vetë. Ne nuk pranojmë më që vendi ynë të qeveriset si pronë, por si amanet i përbashkët. Ne nuk pranojmë varfërinë si fat, kur ajo është pasoj e këtë qeverisjes. Ne nuk pranojmë emigrimin si shpëtim, kur atdheu duhet të jetë shtëpi, jo emigrim. Ne nuk pranojmë drejtësinë me dy fytyra, një për të fortin dhe një për të dobtin. Ne nuk pranojmë heshtjen si virtyt, por heshtja Kamaru, Kamaru, Edi Rama Kamaru, 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 Edi Rama Kamaru, Kamaru, Kamaru. Ne nuk pranojmë lodhjen si dorëzim, sepse kombet ringjallën në gjumë por me zgjim. Dhe mbi të gjitha ne nuk jemi këtu kundër atdheut, por kundër plagëve që e kanë zënë frymën atdheut. Zgjohu o qytetar! Unë jam Tavlan Luka, shkencëtar, punoj jashtë dhe po ju ndiqja të gjithë nga fatikisht nga Hollanda dhe s'mund të rria të shikoja nga televizori. Mora avionin dhe erdha për t'ju bashkuar njësoj si ju janë bashkuar në 2018 në protestën e studentëve. Arsimi është plaga e këtij kombi. Ata na ka shkatruar trurin. Çdo gjë mund të lëviz nëse ke trurin. Nuk ke një dorë, mund të shkruash. Mund të mos kesh një këmbë prapë të ecësh. Po nuk pate trurin, je i vdekur. Dhe këtë kohë po e shkatrojnë çdo ditë më shumë, duke mbajtur peng zhvillimin e arsimit. A e dini që në vitet 1300 Durrësi ka pasur një universitet? Po, në vitet 1300 ne nuk jemi një popull që ndërtoj mure, me kemi qenë një popull që kemi ndërtuar universitete, kemi ndërtuar dije, na e ka shkatruar arsimin dhe na kanë hequr dije. Atzef Kolumbi ka dy fjalë shumë të mëndshme. Nuk i ndrohet, këti kombi duhet ndron truni, dhe truni ndrohet në shkolla. Kërkohet që në shkolla dhe universitetet të zgjedhin një cet intelektuale që i përgjigjë zhvillimit shkencës. A e dini ju, sepse kryeministri dhe kjo qeveri thot me 4 miliard dollar do zhvillojmë investime. Janë 1.1 milion shqiptarë larguar në 10 vjet e fundit. Vetëm arsimimi i tyre kushton mbi 15 miliard dëm ekonomik
për te shpirtrave tonë që vuan në emigrim. A e dini ju që Serbia vetëm në vitet e fundit ka marrë mbi 900 milion euro për zhvilluar kampuse universitare, për zhvilluar shkencë, ndërkohë që vendi jonë vetëm 20 milion euro, pra shumë më pak. Unë duat ju bëj një pyetje të gjithëve ju këtu. Në qo se keni një motër, një vlla, një shoqe që ju është larguar në 5 vitet e fundit, ju lutem ngrini duart. Ja ky është produkti i kësaj i 36 vite keq qeverisje. Është largimi i të rinjve, largimi i potencialit zhvillimit të shoqërisë, largimi të ardhmes, dhe kjo është ajo që duhet ndryshojmë. Gjenerata Z është shumë e pasur këtu, dhe Gjenerata Z mund ngrej duart. Shikoni sa shumë jam. Ta mbrapa, jam 36 vite, historie e kaluar. Ju keni të ardhmen, dhe ne sytë tani kemi nga ju. Faleminderit që jeni këtu dhe që na ngritën zemrën. Vazhdoni dhe mos harroni, arsimi është e ardhmja. Shumë kemi duruar, 36 vite, 36 vjet pa drejtësi, 36 vjet na ka prekur detin, tokën, familjen, të ardhmen. Kam prekur aty ku nuk durohet do të më. Tani mjaft. Zvërneci narta ishte pika ku derdhi kupën. Jemi këtu se po kërcënohet e ardhmja e fëmijëve tanë. Po djegni çdo brez të kësaj Shqipërie të vuajtur. Nëse në një vend mbizotron padrejtësia, ç'vlerë kanë të drejtat e tjera? Jam në një profesion ku vjen turp ta them, vjen turp sepse kam sakrifikuar vitet e mia të studimit, kam sakrifikuar sepse kam dashur drejtësinë, kam dashur ku secili të marri atë që i takon. Mirë po, vitet e punës kanë treguar se drejtësia nuk u jepet atyre që u takon, po ju jepet gangsterëve e ju jepet atyre që e blejnë. Ne doja dalim që ta bëjmë Shqipërinë ashtu si që shqiptarët duan, ashtu si çdo shqiptar i ndershëm, ashtu si çdo shqiptar i ndershëm e do vendin e tij. Prandaj, vdekje tradhtarëve, Shqipëria e shqiptarëve. Revolucion! Dhe fundit, UÇK-ku ka shqiptar oe, UÇK-ku ka shqiptar oe, Zoti ju bekoft. Ju lutem mos ndizni flakadan, e kemi ripërsëritur disa herë, mos ndizni. Ka njerëz me azëm, ka krashtat zana, ka fëmijë, mos ndizni flakadana, nuk jemi në stadium, jemi Kuqezi, jemi një.